Mirë, Albano dhe Jul, tani do kaloj... Ama qoj që këtë bësikur se pet, qoj që këmë. Merë një stekën, Albano dhe Juli, tani jeni dy konkurentët e një kuici. Do bëjmë një kuic. Blini është prezantuesi këtij kuicit. Kuic, shat. Hajde Erbin, hajde, mos u hap shumë. Mos u hap shumë. Po, urdhoni? Ulluri të dashur, Po? mirë se erdhët, faleminderit që pranuat. Jo, mirë se erdhët se ne ishim këtu. Faleminderit për ftesën, është një emision i mirë. Atëherë mirë mbrëma miq të dashur, mirë se erdhët në show-n tonë të dashur. Tashi të dashur, tashi shumë të dashur, s'është një dashuri e madhe për show-n tuaj, se njëri umbet, tjetri fiton, edhe ai që fiton, është i dashur, pa ai që umbet... E rëndësishme është pjesëmarrja. Jo, e rëndësishme është pjesëmarrja, nuk është krejt e rëndësishme, por është e rëndësishme të marrësh pjesë në lekmarrjen e... Atëherë ju duhet përpiqeni të fitoni. Do përpiqemi. Tashi, ne për desa s'kemi ardhur të bëjmë tort. Të përpiqemi të fitojmë kemi ardhur. Va, po na pengon të shita, fillojmë atë kuicin të fitojmë. Shiko, unë rreth parë nuk jam djali, po jam Blini. O vaj, do fillosh atë kuicin ti apo na? Juli, ti ke problem me fiksimin e Jo, emrave. jam Blini si Blini diçka të dyqani jonë. O ti zoti Ervin. Jam Blini, morë dhe unë drejtoj emisionin tani. O Marko, dëgjoj vajnë. Ti e kishte... O plak, a do bosh këtë emision do ikish të bëjmë vetën? Shiko, unë thjesht të drejtoj emisionin dhe thjesht m'japin pyetjet, kaq. Po s'po të... Ti nuk je shpikur ti pyetjet? Po nuk i bëjmë pyetjet mos zotri tani. Po ne i bëjmë vetë më çfarë duhet të bëjmë. I kam neti më. Se çat marrësh rrogën ti si prezantues, ë? Koçare. I ka çrroa me saputa një mbrapsh. I bëjmë vetë pyetjet. Ama mirë të thotë ti. Hajde hiq atje. Albano, situata tashmë u mor në dorë nga ty. Heka, tash më gjithaj debil. Debil drejt. Mirë mbrëma. Mirë pafshim. Mi se keni ardhur në quizin ton, është një quiz i mirë. Atere, kalem të pyetje 9. Bim shaka, është e para, është pra pyetja e parë, është pyetja e parë. Atere, kujdes, ku është firmosur deklarata e pavarësisë? Në fletën e fundit në fund fletës. E gjeti. Sa se do thoshe në kruj. Jo, e gjete, je i mëndshur, se i bim pyetjet shumë. Atëhere, kalojmë te pyetja numër 21. Kush është shkaku kryesor i cili sjell divorcin? Më falni, divorcin. Është divorcin, po është divorcin. Martesa. Halal më çun ato 200 miliard eurot, halal. Kalojmë te pyetja numër 3. Po. Çfarë nuk mund të hash kurrë për mëngjes? Hajde ishte! As drekën as darkën. Bravo! Kalojmë te pyetja tjetër. Në qoftë se hedhim një gurë të kuq në një det blu, çfarë ndodh? Lagët guri! E gjeti mo. Okej, ndryshim ka ndërmjet një shishe ujë. Kjo s'quhet. Kalim te pyetja 10. Atëre. Si mund të ri një njeri 8 ditë pa fjetur natën? Le ditën o bë. Po qa? Enciklopedin ke ngrën, more? Po qa gjiri kishte jo të një me qumë është një me enciklopedi? Atere, në qofë se një njërë në dorë ke 4 mollë dhe 6 darda. Po. Në dorën tjetër ke 7 mollë edhe 9 kunguj. Po. Qfar ke? I pas ke durët saj ciklope vaj. Do me thëmë që ke duar të mdha. Ke po të mlaje shumë. Po i gjete më të hëngër të mortja më të tëra. Po qëki pa, a do marrëm leket të dajmë bashkë të shqipo? Unë mje të bëjmë si kur s'është e korruptuar. Atere, zonjë të zëvrin. Ladies and ladies. And gentlemen. Pyetja më e rëndësishme e jetës tuaj. Kur ka qenë hera e fundit që gruaja juaj ju ka tradhtuar? A. Para njave. B.
para një muaj, dhe C, si sot java. Asnjëherë. A është përgjigja juaj përfundimtare? Po, A asnjëherë. jemi, a vë 5.000 lek bast? Po, i vë 5.000 lekë asnjëherë. Atëhere, ndiqni filmimet. O zemër, Spirito. Se i ka lashe të punën të emisione dhe erdha shumë mirë bëre. Dëgjo. Atëherë zonjë, Ishte. Ti më trahton me këtë qelpsirën? Faleminderit Vodafone, faleminderit ju që na ndiqni, rikthehemi pas pak në apartamentin 2X.